أيها الإخوة الكرام ويغزل تندروا روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصمتان إمام الترمذي në sunenin e tij nga ky sahabi Abi Barza al-Salami i cili thotë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna. Thotë ky sahabi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të lëviz këmba e robit në ditën e gjykimit, por derisa të pyetet për jetën e tij se çysh ai e ka kaluar. Shikoj o gjëmat e ndëruar, nuk do të lëvizmi asni hap, asni centimetër koma jonë në ditën e gjykimit, por derisa të pyetmi se si e kemi kalu jetën tonë, si e kemi shfrytzuar jetën tonë. E shumica ulemave thonë jeta jonë është zaman, është kohë. Do të pyetesh për jetën e cila është nimet i jote është koha. Qysh e ki kalu kohën me jetën tonë? Wa an ilmihi fima fa'ala fihi, diturin të cilën te e ki marrë, ki posedu. Çfarë dobi e ki parë për kësaj diturie? Çka ki po me këtë dituri? Ma nuk kemi lëviz kamën tonë, por derisa pyetmi edhe diturin se qysh e kemi shfrytzu ata. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqahu. Dhe do të pyetmi edhe për pasurinë të cilën na e ngurumbullojmë, si e kemi fituar ata dhe si e kemi shfrytzuar pasurinë, ku e kemi dhënë atë pasuri. Mundin tonë, shiko po fillon për jetës, ku është e shtejtë o ju vëllezër? Jeta është e shtejtë, në ditën e gjykimit Allah ka më pyet, po fillon për jetës, për kohës, çush e ki kalu kohën tënde? Çush e ki kalu jetën tënde? Pastaj diturin të cilën te e ki marrë, çka ke vepru me ta me këtë dituri? Të mirën apo të keqen? Njeriu mëson për të mirë, për dynja, e mëson edhe të keqen që i bën domethënë dëm njerëzve. Gjitha do të pyetesh në ditën e gjykimit. Pastaj po vjen pasurinë të cilën te e ki ngrumbullu. E ki marrë atë pasuri, je lodh, je mundu, ku e ke shfrytzuar atë pasuri? Shikon ditë sot subhanallah. Po 9 orë, 9 orë shka një lënë bastore. Po 9 orë, 9 orë shka një lënë atë për mërgji. Allah në rrujt, i lënë thmit e ti pa hangër pa pi. Munodh me njerës e ti, i lunë lojtë të shejtanit. Kujdes o Rabbi Allah, kujdes o Rabbi Allah, do të pyetësh edhe për pasurinë tane, çush e ke fitu dhe ku e ke shfrytzuar ata. O an jismihi fima ablahu, trupin tonë, shëndetin tonë që Zoti ta ka dhënë. Ka formu në barkjen e nanës, mënyrën më të mirë ka kriju. Ta ka ujtë shëndetin, që për vëzlimit, ke bët shëndet mirë, ku e ki shfrytzuar shëndet? Qysh e ki shfrytzuar shëndet? Pse të pënë sende që nuk do të me pi? Pse ka lënë atë kohën tande që nuk do të me kalu? Dohani, alkoholi, e këta sende, i bujnë dëmë shëndetit, ki në dhonë përgjësi para Allah të azërgjel, për dhëmtin që Zotit të ka dhënë. Andaj o vëllezër, min al-umuri al-muhimma allati yurshidu ilayha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith, për çështjeve të rëndësishme, të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam po na drejton neve në këtë hadith është makanatul waqti wa ahmiyatuhu. Rëndësia e kohës, dhe pozita e saj. Gjithë ky hadith që na i ceko, një nga një, i jep rëndësi. S'mish një sa nga me për drejtan, për na drejtan da më thonë. është rëndësia e kohës dhe pozita e saj. është vlerë e madhe tek Allah azza xal koha. është dhunti e Zotit që na ka begatuar mbi neve që na ka dhënë kohën. E përmes kohës na shfrytëzojmë shëndetin, na shfrytëzojmë jetën, na shfrytëzojmë pasurinë e kështu të radhë ju vëllezër. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرطاب عمير صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. Nuk ka me mujtë robi me një visë kambën e ti, 1 centimetër, para Allah të zëgjel. Pse po të kame nuk ka mujtë me një visë?
aq prit madhe ka me pat krijesa para Allahut azza wa jall. E aq i dhurueshëm ka me qenë Allah azza wa jall në ditën e gjykimit, por derisa të kujtohet rëndësia e kohës, pozita e kohës. يحاسب الإنسان لأيامه وشهوره وسنواته كيف قضاها. Do të llogaritet robi, prandaj subhanallah, do të llogaritet robi në ditën e gjykimit për ditët e tij që i ka kalu, muajt e tij që i ka kalu, vitet e tij që i ka kalu, kejfe qadaha, që i ka kalu këta gjitha. Rëndësia e kohës, pozita e kohës, Allahu do të pyet. Ja ibn Adam, إنما أنت أيام. وبيري عدامي مبرتي تسيتو سيري يبتم أيام دتيه. فإذا ذهب يوم نشوف سكالون يدت بريتيه ذهب بعضك كقالوني بيس أيوتيا. صد كقالوني بيس أيوتيا. مسبتها بجدت كواش يد أيوته. كقالوني دت شكاي ما بق أجيلي تعفرو. با شرزايا këtë ditë që je shfrytëzoje, se nuk ka kalu shkruan ajdesh një të ka kalu afry. Jo, ka kalu një pjesë e jetës tande. Ju të afru të që kjo hadith që s'ki me mujtë me leviz në ditën e gjykimit, qysh e ki kalu ditët e tua. Subhanallah. Për ta i dhëzër, Allah azza jall betohet në shumë ajete. Na vetëm disa ajete do i cekmi. Pse betohet? Betohet për madhështinë, vlerën dhe pozitën e kohës. Wal fajr pasha agimi, pasaj në ajet tjetër, wal-lejli idha yaghsha, pasha natën e cila e mbulan dhe më thonë errësirën e saj. Ju qështojnë në shkencare nata, jo, nata e ka errësirën, është krijesë që Allah ka kriju, e bjen dhe më thonë errësirën. Unë i besoj ato që thëtë Allah, dhe nuk i besoj logjikës njëtë në qëse nuk i përshtatën kujna Kur'anit dhe Sunetit. E jonja, dhe këhni Suneti është mi besu Allahu dhe dërgumi ti me argumente dhe ju me dhanë logjikës. Shika Allahu betohet pasha agimit, pasha natën e cila e përfshin, e shtrin errësirën e saj, vjen dhe dhanë errësira. Pastaj thot wan nahari tajalla, pasha ditën e cila e shtrin e njëjta gjë ditën. Dielli, ndryshim për neve, sa i, apo ditë kush e blen? është krijet që Allah ka kriju, nëse Allah betohet. Wan nahari tajalla, pasha dhe thonë ditën të cilën Allahu e thonë që e shtrin dhe më thonë komplet ditën gjatë ditës. O duha, pasha agimin, o lejli idha seja, pasha errësirën e cila shmëndarë dhe më thonë në natën. Pse ju lëzët gjithta betime, Rabbuna idha aqsama bi shay'in innama yaqsimu bihi li biyani makanatihi lin-nas. Allahu Zoti jon betohet në këto kohë, në këto sende që mi tregu njerëzve sharimin e pozitës dhe vlerën e kohës. është vlerë tek na, është vlerë tek Allah azza jall. Nuk betohet Allah në diçka në pranë vetëm hajt. Jo, ka vlerë, ka pozitë madhe tek Allah azza jall koha. Andaj dëgjoj këtë hadith se çfarë vlerë po jep pejgamberi kohës, çastet e fundit. Në që se po se ta ndonën tane e diçka, shqytësaj e miljen atë kohë, është mundësi e jote, është vlerë të cilat ta kanë ty dit e kësoj dynjaja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in qamet is-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a an la takuma hatta yadhrisaha, falyadhrisha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se në atë minutë bëhet kiameti, prishet dynjaja dhe në dorën tane gjindët të sile, një bim e vogël, do të qënë se ti ki mundësi një ullje shumë dhe shkurt, por ne sot qështë, pas e mëqu, ngrapasin tu për thatë, baje këta, pse për të për Ameri këta? Shiko për qaset vogla, në kiameti duke por ti në tu, dhe i sa ka posa dhe qëtë, u shbry kiameti, u shbo kiameti, shka jeta jote? Mi për Ameri shka për thatë, grabasa atë bimë që e ki në dorë. Për në bje vlerë? Por jetë vlerë kohës. Që e kohë shkurë se cila është. Mund ta me shpritësu të shkam punë të mira dhe të hajri. Jeta jote, shëndeti jote, pasonia jote, qëtë janë ta me vlerën dhe pozitën e kohës. Dhe për ta Allah azza jall do të na pyet në ditën e gjykimit. Qila li Abdillah ibn Mubarak,
ju shtan Abdullah ibn Mubarakut, ila mata tatlubu al-ilma, deri kur ti ke arrit me kërku dituri. Qalet, ka thonë, hatta mamati inshallah, deri sa të vjen momenti shpirti më ndale, unë kam kërku dituri. Prandaj, qysh kanë qenë porton me çka? Me vlerën e kohës dhe pozitën e saj. Ja ka thonë hakin vlerës kohës dhe pozitën e saj. Kanë ditë me enderu kohën që e kanë pat ata. Qale Nebiu sallallahu alaihi wasallam, iftanem khamse qabla khamse. Po të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shfrytëzoi 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Kujdes. Po të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shfrytëzoi 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Shababeke qabla harimik. Rinin tone para pjesërisë. Shfrytëzoi rinin. Në kohën e mirë, jepja hakin kohës dhe pozitës saj. Adhuroj Allahun, agjëra për Allahun azza wa jall, lexo Kur'an, fal namaznate, bën punë të mira. Wallahu, beto në Allah, kur plakësh ki me pa ashtin tonë që s'ki mo nal, nuk ki mo nal, edhe nuk kam të dhimbë asnjë trupin tonë. Kemi një esprit që jetojnë dhe me disa toka, Allah azza wa jall ka lanë që kjo toka me qitë një mirë. E kanë adhuru Allah në rini, pleqin nuk nale. Dhe kemi në gjami tonë, mashallah të barët Allah. Wallah janë të smut, me barë në vinë gjami. Pse u mënu, jetën e ti me shvëtun në rrugën e Allah të zëgje. Dhe një gjithë tila nga du të me qenë. O sehatike, kable sepamik, dhe shëndetin tonë para se të smuës. Kur ti i ri, kur ti i shëndet shumë, kur ti i shëndet mirë, mund është me adhuru Allah në zëgjet. Mi po kur smumës, nuk mund është me dalë, mi po adhurimet, apo me angazhu. Kjo është forsa, është mundësia jonja, rinin tonë, shfrytëzoje. Rinin, shfrytëzoje, shëndetin, shfrytëzoje, para se të në vjen do një smundje. Edhe pse ka hadithe, amo kjo hadith nuk i vlenë për gjithë njerëzit, për ata të cilë zemrat e tëre në vërtet janë të lidhur me Allahun azza wa jall. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur robi smuret dhe nuk ka mundësi mi bëj ibadete që i ka bo, ka lexu Kur'an, ka bërë namaznate, ka bërë xhami, meleku, Allah azza wa jall obligon melekun të shëna për robin tan, çka ka bëu ka qenë ai i shëndosh. Apo kjo hadith s'na rrug mua e ty. Por ata të cilët në vërtet zemrat e tyre kanë qenë të lidhur me Allahun dhe ibadetin nuk kanë bërë prej. E në qoftë se unë të jemi prej tyre, inshallah hime edhe këtë hadithin tjetër. O vinake qabla al-faqrik, shfrytëzoje pasurinë tane para se të jenë ndonjë goditje e varfërisë. Ki pasuri, shfrytëzoje pasurinë. Baj dobi vetë tonë me pasuri. Qysh i ban vetë dobi njeriu? Jepe në rrugën e Allah, jepe për fokara, jepe kuto që të dëgjan, sot ki mundësi jepe. Wallah, çdo kush që vjen dhe kërkan për te e ndim, wallah, Allah zot jam bishtatin qiell ka çu mirësi për ty. Ai që ka nevojë për pasurinë tonë Allah, fe inna Allah ghaniyun hamid. Allah është i pasur, vetë ti është i pasur i lavdëruar. Mirë po mshir po do të mshiru ty. Është mundësia jote, vjen taj frota kush pasurinë që e ki shfrytëzoje. Shfrytëzoje jepe në rrugën e Allah azza wa jall. Mirë, dhe pasurinë shfrytëzoje në anën tjetër, për familjen tënde. Nuk di deri nesër, ti nuk je familjes. Shikon jetën tonë mas pare. Shikon ama thonë familjen tonë. Qase njerëz të mirë ti tham kështu, unë e kesh më shpreh, familjen e lajmi të huajnë e ndihmojnë. Pa kesh kuptime. Jo, në qoftë se vaxhani një ajet në fillim të sureve që ka filluar Allahu që thotë jep sadaka për të huaj, unë jam me ty. I parë ajet që Allah ka thënë me sadaka ka thënë familjes. Në familje fillon, se ta çon Allah në bela ta merr këtë pasuri. Kështu shfrytëzoje pasurinë ato që është i kënaqur Allah dhe me di se çysh me shfrytëzu pasurinë para se me çu Zoti bela dhe me ta marrë pasurinë. Faragake qabla shughlik. Shfrytëzoje faragake, mundësinë tane, hapësirën tane që te e ki, para se ti në zonë me diçka. Pi punës janë, shembull mi marë, gjithë ta hadithe me do i lidhni me kohën tonë, shembull kjarë pi punës. A i lot, prej sabaj, dhe në dy,
a i lutë të punu, dejnë 3, a i lutë të punu. Mi 3-ve, dejnë 2 madhë, shka po banë? Shfrytëzoje kohën, shfrytëzoje hapësirën, lexa Kur'an, fal namaz, adhuroje Allahun Azza wa Jall, ki diçka tjetër, shfrytëzoje, para se të vjen diçka që në zone, pastaj më ra pishmari, për ta kisha qatë kur ta kisha shfrytëzu. Shkon moja ko, nuk thejet ma aja ko o ju lëzër. Por ta, dhe pesa është, wa hajatik e qabla mautik, shfrytëzoje jetën tonë para vdekjes. Dhe kjo e fundit, për që na prejnë çdo send neve, jeta para vdekjes. E ki jetën dorë, kur t'jam vdekja, që ta me bërë? Qala Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Se cilë për njënë ndoshta e thuj me këta. Zot, këthenëm dynja, ndoshta ka me po atë vepër që e kom lam jetën teme. Ja, ma s'ka mo këthim. Shfrytëzoj jetën para se t'jem vdekja, se kur t'jem vdekja, nuk ka mo këthim. Që ka thonë Bukharin e librin e ti në Sahihun e ti, prej transmetimet të sahabëve, që e Buharena ka të kaluar edhe vërreza dhe i ka thonë, a pishej këta vërreza, a dali me di se shka thuj këta, thuj, Zot, këthena në dynja, vesh 2 reqatët i falmi, cilët sen s'putojme, vesh 2 reqatët i falmi. Po s'ka, vdekja ka kaplu. Këta fjallë që me i themi, shfrytëzoje jetën tonë para se në tarë vdekja, o ju vëllezërit e mi. Thot me Ameri sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Po thot me Ameri sallallahu alaihi wasallam, 2 nimetet, mësë shumë të prej njerëzve nuk ja di vlerën dhe pozitën, rëndësinë, shëndetin dhe kohën e lirë, subhanallah. Wujudu s-sihha wal faragh fi hayatike ni'ma, mundësia që ekziston, shëndeti jot dhe koha e lirë të këte, në jetën tonë, është nimet i Allahut. Kur kishe të mirë, ki këtë lirë, dijeni që Allah ka begatu. E pa me shka po thatë, në këto 2 sende, mësë shumë të njerëzve, nuk ja di vlerën, nuk ja di pozitën, e kujna shëndetit dhe kohës së lirë. Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Allahu po na thret, o ju të cilët besuat, hap një vesh mirë, shka thoni Abdullah ibn Mesudi, kur thirë Allah, o ju që keni besu, ka hap një vesh mirë, se ka marrë diçka shumë në rëndësishëm, dales ose lijem, o ju të cilët keni besu, keni frikën Allahut, dhe le të shikon se cilët për ju e për nesin e ju, se shka ka përgatit për nesër, në ditën e gjykimit. Sot shiko, sot këshirëkun tënde, qysh e kish shfrytzu, se nesë kur dërë për Allahut, nuk ka mundësi me thonë, hajta llogariti vetin. Ja, jo me të dhe kërlinsanu me sa'a, njeri u kujton, po s'ka llogarimo, nuk ka mundësi me llogarit më vetin. Sot llogarete, se nesër ka me të llogaritë, nuk është tjetër. Istidhille, waktëke, li të ngjue ghadan, shfrytëzoje, kuën tane, që ti nesër me qenë i shpëtun në llogarinë me Allah në Azza wa Jall. Shfrytëzoje, llogaret e kuën tanë, llogaret e vetën, shfrytëzoje kuën tanë. Ti sot, nesër kemi pa punë më lehtë. Sot nuk e lënë, nuk ja dhe vlerën kuës, pozitës saj, se qysh me shfrytëzu, do të humbësh. Nesër llogari nuk është tjetër dhe i bjen njeriu pishmanit në ditën e gjykimit. Qala Anas ibn Malik, thot Anas ibn Maliku, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asr, وقد كادت الشمس تغيب فقال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. Thot Anas ibn Maliku, thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bojt khutbe pas namazit të ikindis. Thot as shumë që kam bojt khutbën, thot deri sa e kemi vrejt, deri sa është afru perëndimi dielli. Pastaj Pejgamberi ka thonë, ma baqi min dunyakum, thot aja që ka me pi dynja os ju, ila kama baqi min yawmikum hadha, ose për kë dhe më thonë perëndim i cili është duke perëndu. Pastaj do thot, fima mada minhu, ajo është e cila ka mbet juve që ka e pakta se qysh për shfrytëzani ata, qysh për e kalani ata. Shiko dynjan qysh për Amerikë për e me. Khutbe ka ju, shkort po du me shahu që është hadithi. Ka ju khutbe,
Edhe ashtë shumë e ka dhënë khutbën, deri sa e kanë pas sahabë duke përëndu dielli. Pas e që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besheni, kështu ka thonë është dynjaja. Ty të duket gjatë, a më rejtë nuk është gjatë. Nuk ka mete që pak minuta, 15. Shfrytëzoje, se kështu është dynjaja. Aja cila ka shku, së e këthen mo, 5 minuta kanë vetë, kështu është dynjaja. Shfrytëzoje dhe më thonë kohën, o ju lezër, gjitha këto fjallë që ne i thënë, është që shfrytëzone kohën e ju, dijeni vlerën kohës dhe pozitës toj. Dijeni kohën dhe vlerës dhe pozitës toj dhe shfrytëzone në ato që është i knallë që Allah. Dijeni vlerën, shëndetit ju, jetës ju, pasurijës ju, kohës ju e kështu të mëradhë. عباد الله خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شتاء ربيع المؤمن. كان زي الإمام أحمد prej hadith në musnedin e tij, prej hadithit e Abi Sa'id al-Khudri, i cili thotë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dimri është pranver e besimtarit, subhanallah. Kjo është realiteti i vëllezër. Dimri për neve është pranver e jon, është pranver e besimtarit. Pse ju vëllezër pranver? Është nimet i Allahut. Gjatë verës shtohet koha. Ibadetet janë njëri me tjetrin shumë larg dhe mëkatet janë shtuara në soj kohë. Edhe në qoftë se falet njeriu prej namazit namaz, është e mundur që nuk ju kanë falë krejt mëkatet, shkapi mëkateve të shumta që ka. Do të prit namazit tjetër, por me mbaru prej një kohë për ju dhe shkur që ai ka bërë mëkate. Mi të gjatë e verës, a pe kuptani gjatë e verë për një kohës me katët njeriu. Prej namaz, pshin me katët, ama ju krejt me katët. Shkapi i kohës që është, e minati Allah është dimri. Prej namazit dhe namaz nuk ka ma shumë se sa 1 orë e 50 minuta, 1 orë e 10 minuta. E njeriu në qoftë se banë brenda çatyre kohët pak me katëve, ju fshin me katët komplet. Ndoshta e ka lanë 5 kohë namaz, ai ndoshta s'ka bo pak me katë ma shumë ka vitu se rape. Kjo është pranvere e jonja. Mirë, di verës, agjerimi është i ratë, është mund. Dhe mund të t'njeme e refuzume dhe nuk përmoj e kështë në ratë. Dimri, është mundësi e jonja, është kohë e shkur, që njëri mund të t'na agjeru dhe në shpërblimin të ka Allah zë gjithë për agjerimin. Ibadetet, gjatë natës, a i cilë është i lidhë me Allah në fort, kur din natën, namaz natë, a ju t'i dërë shumë kohë se 3 orë me adhuru Zotin, që tash, mashallah, janë si apo falë shumë ma herët, fillan me namaz natë, vazhdan me namaz natë, a i cilë e tanë përpulli, a i cilë e tanë Allah, nuk gofët me leximin e Kur'anit me namaz natë, a nuk është kjo vlerë, a nuk ka pranverë e jone, a nuk është mshi prej Allah ta Zogjel, që Allah Zogjel e ka lonë dimri. Limada përse dimri, pare lejluhu dhe kamehu, gjatët nata dhe gjosh me falë namaz natë, o kasara nëharuhu dhe samehu, shkurtohet dita dhe sa agjeran ditën e saj me shumë lekcim. Kjo është mundësia e jonja e vëllezër, pse është pranverë e jonja? Por besimtarin dimri është pranverë, nga se nata zhatët dhe dita shkurtohet. Mo zhat nata me qenë haram, me qenë serialet, me qenë TikTok, aksesane, jo. është vlerë, është pranverë e jonja. Me lexu Kur'an, me fal namaz natë, me lexu ndonjë libër, me afru tek Allahu Azza shkurtohet dita. Ai më thonë për shkurtohet dita në banaj shumë alat e kam të i 4 shumë shpejt edhe u kry. Jo, shfrytëzoje, mush me agjeru, dhe tu punu mush me agjeru. Nëzet jo, shkurtet ditës po, pse në shmimar, da konservatët, o ju lezër. Kene Ebu Hurajra jekul, ishte Ebu Hurajra që tështë, e la dullukum ala ghanimete el baride, a do më ju të regu ghanime, shka më thonë ghanime? Ghanime është një shka që fitohet pasuri, pasuri e cila është pa mund. Pasuri e shumë që banë dobi, mirë po është pa mund. Në këtë shpreje ka ardhë tek Ebu Hurajra, baride, da thonë pasuri e cila është eftaft, e letë. Pasaj kërë ndërgjënët, sahabët i thanën
Po, tregona. Atëherë tha Ebu Hurajra, siyamuhu fi shita, agjerimi në dimër. Ghanima është për neve, pasuri është për neve kja. Pasuri vëllai është për neve kja. Nuk mundohesh hiç, në fllak, shumë shkurt, agjeran, të vetë se ki grumbullu ghanime pasuri pa mund. Qala Yahya ibn Mu'adh, thot Yahya ibn Mu'adh, el-lejlu tawilun, fala tuqassirhu bimanamika. Thot Yahya ibn Mu'adh, natë është e gjatë, asesi mos e shkurta ata me gjumin tanë. Wal-islamu naqiyun, fala tudnisuhu bi'adamik. Islami është i pastër, si tamli, mos e flish ata me veprën tënde. Shiko dy sende shumë rëndësishme për i përmend. Nata është mirësia jone e zgjatë. Shkurtohet domethënë dita, zgjatë domethënë nata, mirë po njeriu e shkurton natën me çka? Me gjumin e tij. Ama sa teknologjia po na shkurton natën po na bën edhe më shumë. Subhanallah, kjo është mirësia jone e vëllezër, shfrytëzoni të sende. Dini është pranvera jone. Shikoj Yahya ibn Mu'adh çka po thotë. Natë është e gjatë, pse e shkurton ata te me gjumin tanë. Prandaj ti shikon këta te vend të mirë, mi thon po na shkurtojmë natën me TikToka. Çka kishim mujt me thonë, shka thon Hasan al-Basriu, gjithmonë e përsëriti këta. Ka thonë me na pa sahabët për neve, kishmi thonë ata, dhe o thonë këta njerëz ku kanë shejtan, fani për shprehje. Thot e sukur nami po sahabët, kishmi thonë vërtet ta njerëz ku kanë vetëm me lagjë të Zotit. Andaj vëllezër ta shfrytëzojmë dinin, të bëjmë për ibadet, adhurojmë, të agjerojmë. Islami është i pastër, e nuk fliqet Islami në veprat tona. Çdo kush që bën vepra të këqija, në realitet është ai nuk e ka bërë Islami, se Islami është i pastër. Mi pa e ka bërë vetit. Mi po ndonjë njeriu i bën disa vepra të këqija, pastaj thonë, çe musliman, çe ka qenë në Islam. Andaj kujdes me veprën tane, mos e fliq Islamin. Qala Hasan, ni'ma zaman al-mu'min ash-shita. Thot Hasan al-Basriu, nimet i kohës është për besimtarin dimri. Lejlu tawil yaqumuhu, gjatet nata dhe gjatet ai të adhuron Allahun, wa naharu qasirun yasumuhu, shkurtohet dita dhe ai e agjeron atë ditë. قال ابن مسعود thot Ibn Mesudi, ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Thot Ibn Mesudi, nuk i kom ra pishman për diçka asnjëherë, por vetëm atë ditë të cilën ka kaluar domethënë atë ditë, unë i kom ra pishmanit, si ka lejt domethënë kjo ditë, çysh përndaj domethënë dielli e është shkurtu e gjeli jam, është afru e gjeli jam, e ndërsa unë nuk i kom shtu veprat e mia, nuk i kom shtu për veprave të ty të mia. Subhanallah, shiko sahabët se çka për i bin pishmanit, për veprën, për kohën e cila ka kalu dhe s'ka mujt me shfrytëzu, dhe kush kanë qenë sahabët, subhanallah. O i vëllezër, mbane mend këta, dynjaja i ka 3 ditë, ajo që shkojnë, e kalune, e ardhma nesër dhe prezent sot, ajo që shkoj së në këthen kur, nesër ndoshta së në arrit, sot të cilë je prezent, shfrytëzoje kohën dhe veprën në të. Qal Ibn Qayyim, thot Ibn Qayyimi, ida'atu min al-waqti ashaddu min al-maut. Thot më të vërtet, me e kalu kohën, më së keqi është me aram se sa vdekja. Pse është me aram se sa vdekja? Vdekja ty ndërprejt për dynjajës, andërsa kohën me kalu më së keqi, ka ndarë për gojna për veprave të mira. E kush i ban të bi mas vdekjes? Vepra. Të këtë djetari ka manë rëndësi më shumë, kohës me janë rëndësi se sa vdekjes. Jekuli ba'du selef, të ndrisët partë tonë, النهارك ضيفك فأحسن إليه. Dita jote e cila ti e përjeton është mosafiri jot, فأحسن إليه. Shfrytëzoje ata. Shfrytëzoje ditën tane, është mosafiri jot. Mundohu فأحسن إليه me përmirësu qoftë edhe vetën tanë, nga sa është mosafiri jot dita.
Qal ibn Mas'ud, thot ibn Mas'udi, marhaban bishita'i, mirë se vjen o dimër, tanzilu fihi baraka. Thot ibn Mas'udi, mirë se vjen o dimër, në të zbret bereqeti, po bereqet, dëgjanë se është bereqeti dimri. O yaqulu fihi lejl, gjatën në të nata, li qiyamihi, që të falën njerëzit gjatë natës, në për namaz natë. O yaqsumu fihi nahar, shkurtohet dita, li siyamihi, që ata ta agjerojnë ditën. Kjo është bereqeti të cilën Allah Azza wa Jalla ka dhënë gjatë dimrit, shkurtohet dita, gjatën nata. Natën e shfrytëzojmë me ibadet, ditën e shfrytëzojmë me agjerim. E lusmi Allah Azza wa Jalla, ja Rabb, të Allah Azza wa Jalla, që të na banë prej atyre që ja dim vlerën kohës dhe pozitës saj, ja dim vlerën, dhe lusmi Allah Azza wa Jalla që dimri tjetë në vërtet pranverë e jonja dhe ta shfrytëzojmë dimri gjatë natës me ibadet, ditën e shfrytëzojmë me agjerim. Allah na bëfë atë, ja Rabbil Alamin.